Jo mas pakti, ma dhe se bëni laf, se bëni të laf. A është Zoti i kënaqur me atë ushqim, me atë pije, me atë pasuni, me atë të mirë që përshërëzëni ju, a nuk është. Jo, nuk lodhëshit. E me mëndu, a është halal një veprim i tillë, a është haram. A thu Zoti ka urdhëru, apo ka ndalu. Ja, çfarë. Sot, do të ndëshkoheni, do të shiheni dënimin nënçmuese, dënimin e vrajtë, të vështirë, po dhe nënçmues. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar. Kujtoj ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kujtoja atyre pa besimtarve. Po kujtoja edhe jo musliman pasus pejgamberit. Kujtoja jo besimtarve që jetoni me ta dhe thirrnin davet. Kujtoja një ditë. Yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar. Atë ditë, kujtoja atë ditë kur ata që kanë bërë Zotit kufër të nxirren, të qiten para xhehenamit. Kur para syve tyne kanë xhehenem. La ilaha illallah. Tërhiqen zhakasi. Shtyhen, tërhiqen drejt të xhehenemit. Dhe shohin me sytë e tyre xhehenemin. Çka me pa? Të merë që as kanë pa kur, as kanë mujtë me imaginu kur, se ka diçka të tillë. Edhe tash janë në prag, në cep të dera xhehenemit. U thuhet atyre në shenjë nënçmimi, për buzje, tallje me ta, sa ata meritojnë me tallë, ata meritojnë me përbuz, me nënçmu, sepse janë tallë me Allah, sepse janë tallë me fjalën e Allahut, sepse janë tallë me librat e Allahut, sepse janë tallë me të dërguarit e Allahut, janë tallë me evlijat, me musliman, me miqtë e Allahut. Ata i kanë nënçmuar ajetet koranore, i kanë nënçmuar besimtar madje dhe pejgamberët e Zotit. E qysh nuk meritojnë ata të nënçmohen, e të përbuzen, e të tallet me ta dikush në botën tjetër. Andaj në formë taljeje e nënçmimi o thuhet atyre në ditën kur janë ballë për ballë me xhehenemin. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Jo i shfrytzuat të gjitha të mirat në jetën e dunjas dhe u kënaqët me to. Jo i shfrytzuat të gjitha të mirat të dunjas dhe u kënaqët me to. Andaj s'ka më për ju të mira. S'ka. E që i bije, a keni harrua ju njerës? Apo dënë mja u kujtru në juve? Se kur ishët në atë dunja, nuk lënit gjë, pa bo qa oa kujke, qefi ju. Nuk lënit gjë pa hangar nga ushqimet, pa pi nga pijet. Pa i shfryrë epshet në gjdo forë, pa ndjekë gjdo rrugë për marë dere të pasuria, dere të posti. Jo mas pakti, ma dhe se bëni laf, se bëni të laf. A është Zoti i kënaqur me atë ushqim, me atë pije, me atë pasuni, me atë të mirë që përshërëzëni ju, a nuk është. Jo nuk lodhëshit. E me mëndu, a është halal një veprim i tillë, a është haram. A thu Zoti ka urdhëru, apo ka ndalu. Ja, çfarë? Ja. Jo nuk dinit kufi. Nuk lenit kufi, kërko nuk caktonit kufi ju. Në shfryrje në hipsheve të juaja, në shijimin e kënaqësive të ndryshme të dunjas, krejt çka kishit mundësi
dhe ju vendën koti. Qap jam mërmenja për këtë ajet Koranor, të cilin Allahu po e zbret në këtë kohë para gati 1500 viteve. A nuk po ju duket identik si kurse sot mi thonë një pjesët popullit tonë dhe këtyne perëndimorëve krejt, se qështu do t'ju thohet të ditën e Kiamit. Po ju nuk latë metodë, rrugë, mënyrë, që ju shkoj një mendje, apo o a inspiroj drejt që i mallkuar, për mu knaqë, me shërepshet e juve, dash nga ana ushqimeve, pijeve, martesese, fejesese, bashkëtesese, me epshe që ka të bëj. Dash nga ana e arritë deri te pasëria, po çap po lodhesh, a është halal, haram, i bën dëm njerëzve, i bën dëmije, dobija i prish dynjana, ai shkatron këtë botën si punë e drogës atje, po çam intereson mu, ose rakia, alkooli, ose komat, ose bigjozi, ose fajja, ose dvim të parët na, ta shijojmë këtë dynja. E keni shiju pa këtë dynja. E keni shiju këtë dynja. Andaj mos lëpni kur gjatë ditën e Kiametit. Dhe thot Allahu në vazhdim: "Fal-yawma tujzauna 'adhabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq wa bima kuntum tafsukun." Sot do të ndëshkoheni, do të shiheni dënimin nënçmues, dënimin e vrarë, të vështirë, po dhe nënçmues. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq, se rezultat i kufrit juaj, i krenetësisë juaj, i mendjemadhësisë juaj, i thënieve juaj ndaj Zotit pa hak, pa të drejtë. I shpifnit, rënit, thënit, qëka t'ju teke juve, karshit madhe të Allah të bareke wa ta'ala, o bima kuntum tafsukun, dhe për fiskun, fesadin, gjunahet, haramet, mkatet, të cilat i keni bërë, sa keni qenë në dynja, e që kur nuk keni kursye. Dhe, a nuk është ashtu? Kur kursejnë njerëzit, kur e prek ligjë. Tani ligjet jenë sene që ndryshojnë. Dhe atje dal nga dale, do me pare, do me tute, do me pase, do me joshe, do me femra, do me mashke, do me dreqe, do me iblisa, do me natam, arrin ka me bot për veti numër të madh njerëzve, edhe ligjet me ndryshu dal nga dal, me bot si mbas kojtes. Për me qërjepshet e veta, hala ma shumë. Në diçka qka më parë, nuk i kanë shërjepshet e veta, mënyrë legjitime, ligjore, tash duan të bëjnë ligjore. Pra, kjo është dëshkimi, kjo është gjezaja, kjo është problemi i tyre. Ata, të mirat, knatësit, i shijuan në këtë dynja. I shfrytzuan të gjithat mirat këtë dynja. Dhe mos presin ajo.